shihen shqiptarët konkretisht edhe të Maqedonisë nga politikanët aktual në Shqipëri që kanë pushtete kështu. Shiko, unë do flas si do flisja në Tiranë, se konsideroj veten në shtëpi këtu në Shkup. Ndaj vi her pas here, thuaj se çdo vit, sepse besoj fort tek këto themele që duhet i ndërtojmë ndryshe për vazhdimin. Unë bëj me faj të madh Tiranën zyrtare, pavarësisht kush e ka qeverisur, por mënyrën se si janë vendosur raportet me shqiptarët në rajon. Pra, unë vetë fajsoj atë pjesë ku jetojnë shqiptarët në Shqipëri, politikën aty për një arsye shumë të thjeshtë. Ne nuk mund t'i përdorim shqiptarët në rajon si kapacitet negocius për Shqipëri. Pra, nuk mundet Shqipëria të kthehet në një faktor që i trajton shqiptarët në rajon si mundësi për të negociuar me të tretët duke përdorur shqiptarët e rajonit. Jo, ne duhet i trajtojmë shqiptarët e rajonit eksaktësisht siç trajtojmë shqiptarët e Tiranës. Dhe duhet të ndërtojmë një qasje e cila unë e them gjithmonë. Nuk duhet jetë një qasje e më të madhit ndaj më të voglit. Ne nuk duhet ta trajtojmë si një qasje ku Shqipëria është vendi am dhe gjithë pjesët e tjera janë ata shqiptarët që nuk kanë pasur fatin të jetojnë në vend. Ne duhet ta trajtojmë si një tërësi unike ku shqiptarët kanë dinjitet të njëjtë në çdo cep të trevave ku ata jetojnë dhe për këtë arsye ne duhet investojmë i fuqishëm për të rritur kapacitetet ekonomike, kulturore, politike të shqiptarëve kudo jetojnë. Dhe edhe vizita jon këtu, modeste, është në funksion të kësaj. Unë mendoj që Tirana në këto vite të gjata të tranzicionit ka harruar që shqiptarët në rajon duhet të kenë mbështetjen totale të vendit i cili është vendi që gjithë shqiptarët kudo janë e kanë ndërruar në një mënyrë ose në tjetrën e për cilin kanë punuar.